Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka festuar këtë të martë ditëlindjen e tij të 51 në një atmosferë të ngrohtë mes bashkëpunëtorëve dhe miqve politik. Me këtë rast ai ka publikuar në Instagram një video nga momenti i festimeve ku shihet duke e kremtuar ditën e tij të veçantë në shoqërinë e anëtarëve të lëvizjes vetëvendosje në veri të Mitrovicës. Në një ditëlindje të re, por edhe një festim ndryshe, kësaj here rastisi që të isha me aktivitet në veri të Mitrovicës, me që rast kolegët dhe miqtë e pranishëm në aktivitet kishin përgatitur një befasi për mua. Ju faleminderit të gjithëve për urimet, ka shkruar Albin Kurti në mbishkrimin e videos. Në pamje, kryeministri shihet teksa pranon një tortë të përgatitur nga stafi i një ëmbëltoreje, të cilët më pas e pret dhe u ashpërndan të pranishmëve. Festimi u zhvillua në një atmosferë të thjeshtë dhe miqësore, ku të pranishëm ishin edhe disa nga figurat e njohura të partisë. Mes tyre u pan Donika Gërvalla, Faton Peci, Hajrullah Çeku, Xhelal Zveçla dhe Arieta Feza, si dhe bashkëpunëtorë të tjerë të lëvizjes vetëvendosje. Videoja e shoqëruar me reagime dhe urime të shumta nga ndjekësit e kryeministrit, të cilët i kanë uruar shëndet dhe suksese në vazhdim të mandatit të ri qeverisës.